sepse është diferenca shumë e madhe midis dy banorëve. Ai është një trup i madh dhe një trup i stërvitur, ndërsa Gjesti është jashtëzakonisht i vogël në trup, edhe shumë nuk krahasohet, i paformuar në krahasim me ta. Kështu që kemi dy ekstreme. Në anën fizike, ai është një trup i jashtëzakonshëm. Atë që e ka pozitive, ka një trup të skalitur dhe forca e tij duket nuk ka nevojë për koment, duket nga larg. Pra është jashtë mase i fuqishëm, mund edhe ta kish goditur fort, ti kish thyer dhe nofullun. Prandaj edhe ka goditur me shpullë dhe jo me grusht, se po t'ishte me grusht, ishte normale, kish thyer nofullun dhe ëmbët. Ka goditur me shpullë. E ka menduar atë që mundet ta kishte lënë edhe të kishte sjellë pasoja shumë të mëdha se ajo që pam. Si e ke parë ndërkaq reagimin e banorëve të tjerë gjatë këtij incidenti? Të gjithë mbetën të shokuar, nuk mund të them, se askush nuk e priste atë veprime dhe ishin njerëz shokuar. Mbetën pa fjalë, qoftë Laerti, qoftë Rozana, vraponte të gjente ujë, qoftë Gerta, nuk di ta them, pra është jashtë çdo lloj normale. Nuk kam fjalë të flas, nuk kam fjalë. Edhe komentet në rrjetet sociale kanë qenë shumë të forta, por ama në rrjetet sociale ne si shikojmë të bukurën, shikojmë dhe të shumtuarën. E qartë, Ema ndërkajt, kë ke parë surprizën më të madhe që ndodhi gjatë këtij prajmit fundit se i përket edhe 4 finalistëve? Po surpriza është Egli për mua, e cila doli në finale, për mendimin tim, nuk ishte për finale, aq më tepër që unë jam që një banor i cili del për jashtë dhe shikon në realitetin, nuk mund të jetë finalist, është e papranueshme. Pra ka ndenjur 10 ditë për jashtë, ka parë gjithçka dhe rifutet përsëri. Nuk është e pranueshme. Dhe nuk mundet që ky banor të jetë edhe finalist i Big Brotherit. Është e papranueshme për mua. E qartë. Mirë, Ema. Kjo është një lojë, e pe lojën nga jashtë, atëherë ç'a kuptimi ka. E qartë. Mirë, Ema, për ta përmbyllur sepse jemi në fund, kush mendon ndërkaq se ka qenë lojtari më i mirë brenda asaj shtëpie, por edhe zemra e shtëpisë po i shuaj? Lojtari më mirë që ka dhënë edhe humorin, ka dhënë edhe lojën, ka dhënë edhe veprime të gazmore brenda asaj shtëpie ka qenë Gjesti, i cili ka sjell shumë gjëra të bukura, ka sjell mënyra që i ka argëtuar njerëz, se fundi a fundit rrillit të shohësh për argëtim. Por mendoj që të menduarit të gjithë janë manipulator në veten e tyre, se kanë manipuluar për të qenë të veçantë, për të tërhequr vëmendjen, por mendoj që kapaciteti, zgjuarsinë, mënyrën e komunikimit, vlerën e ka normal Rozana edhe Laerti, të cilët janë tepër inteligjent, janë të shumë të ngritur në artikulim, në mënyrën e të folurit, në debat, në argument, se fundi a fundit në një debat fiton argumenti. Kështu që ata kanë ditur të japin argumenta, kanë ditur të lozin, për mua janë të dy të mrekullueshëm. E qartë. Mirë, Ema, kemi arritur në fund, falenderoj shumë për gjithë informacionet. Unë ju falenderoj shumë, faleminderit që jam pjesë e mendimeve lidhur me Big Brotherin, ta fitoj ai që është më i miri edhe që e do populli normal, por kritika ime do të ishte që kur të futen VIP-a në televizione të na sjellin VIP-a, na sjellin edukatën, na sjellin mirësinë, na sjellin kulturën e kombit shqiptar, edhe jo këto lloj mënyrash. E qartë, mirë, Ema, falenderoj shumë. Faleminderit. Faleminderit ju. Ju falenderoj dhe ju të nderuar televizionistët për vëmendjen, bashkëmi sërish nesër me tjera tema.